Qaf të ujko, të kam zakon, unë të një të dhejmë gjithmonë. Nese, duke qeshur, duke bërë pak shaka dhe galat, dhe kjo është një episod i veçantë, disi veçantë nga gjithë të tjerët, sepse kemi dy të ftuar, të cilët të dy janë operuar në Kenya, pra janë të dy qift burre grua pacientët tanë, dhe do të tregojnë jo vetëm ndërhyrjen kirurgjikale, është dytësore përsa i përket rëndësisë këtij episodi dhe asaj çka ju intereson juve, por do të tregojmë për historinë e tyre të dashurisë, si janë njohur shumë të rinj, si janë lidhur me njëri tjetrin, si janë rritur me njëri tjetrin, si kanë rritur njëri tjetrin, si kanë lindur fëmijët, kanë 3 fëmijë, dhe se si e kanë projektuar jetën e tyre bashkë. Kemi Valbonën dhe kemi edhe Rushin. Si kemi emrin e vërtet? Hisni Zelfo, por të gjithë i thrasin Rush dhe unë dua me që i filluam me Rush, dhe unë kam si shprehje Rushot e hallës. Tani sa hiku viti i ri, Atëherë më ke ardhur pikërisht në derë dhe dua të më tregosh pak pse ky emër, por para se të fillojmë me këtë emër, unë do t'u tregoj disa gjëra të kësaj sallës tonë të operacionit, sepse po i shikoni në sallë të operacionit po e bëjmë. Kemi lëngje fruta, sepse do të na thahet goja duke folur, dhe këto janë ca tasa prej inoksi, steril, që neve i përdorim në sallë të operacionit kur bëjmë ndërhyrje kirurgjikale. Kur kemi operuar ty, për shembull, dhe këto janë përdorur, janë steril, më të pasur nuk keni pirë ndonjëherë. Dhe i merrni lëng pjeshke që ke këtu, se si pjeshka u kemi bërë që të dyve neve tani. Kemi ne nga një gjë të vogël, Femrat nuk naqen asnjëherë. Ja, si mi ke lëng këtu ti më këto. Nuk është fare. Mirë. Edhe për ato diskutojmë, e ne ti bëjmë, pa problem fare. Këto ti kemi lënë këtu, se këto janë proteza gjoksi, të cilat qofse keni ndonjë farë kështu tensioni me njëri tjetrin, që vjen natë, kështu, mos na streso Rushin të pak. Meni keni edhe këto të tjerat, se kemi nga dy. Okej, Rush, atëherë them tek ti, do të më thuash pse ky emër, pse Rush bab? Atëherë, unë që kom qenë i vogël, unë jam i Pleqnis kur jam fjalë. Po, sa fëmijë jeni në familje? Jemi 4, 2 çunë, 2 goca. Jemi i fundit. Keni me jetë gjithë vëllezër e motra. E kam qenë i vogël si Rush, nana më ka një emër si Rush. Rush nga emër. Unë jam nga Preza. Nga Preza, këtu afër ku është Kalaja. Po ti Valbona? Nga Bupqi. Nga Bupqi. Po. Nga Bupqi Beskallatit. Për Besit e kam mik të vjetër Besin edhe do fort. Bile se ka ftuar edhe në Kate Kase do të më vi një ditë. Dhe Besin është kënaqësi. Është kënaqësi. Do të thënë të kanë thirrur Rush sepse ke qenë i Vackli. I vogël, i maj për gledhë, nuk kështu ka ngel. Ti ke qenë ai djali i pleqërisë. I pleqërisë, bravo. Po, dhe si më i vogël ke qenë më i përkëdheluri apo haje dru? Dru, nga baba hajshë. Se ke patur së të serë babën? E ke babën akoma? Ja, ka ndru jetë ka 5 vite. Më vjen keq. Po e ke patur... Të tregon... Po nënën? Nana ma but. Atëre, Valbona do të më tregosh pjesën tënde të babës dhe nënës. Unë tani do të dëgjoj pjesën tënde, kur ke qenë i vogël, se merreshe, çfarë problema që kishe me babën? Kishë si të rritë gjithë, bëshim gabim, ai kishe direkt këda jago. Po, nuk të thoshe fjale, babë. Unë lutë që zotin, inshallah vjen një mik për shpije për darkë, po, durë ishe jashtë, ose së fuqën shpije. Po pse më ka qarrakat ke qenë? E kishtë ataj. Qa ke bërë në i diçka që vërtet a i të ka... Jo, mëse të bëshim një kushati, shkojshim më rrushim me lopët, i ke fëmije, bëshim. Lopër e lëqojshë, rrishim me kalame du lozër, lopër shkojnë në kopë shtuje. Bëndë dëmë. Bëndë dëmë. Po. Edhe pra i të jepte një detyrë, të punsonte. Ose, thote, lopër nuk ka klot mirë. Po. So, leshe tjeri qojshë, po s'kishtë më hangër, ku ishin kalamajt dhe lozin futbol. Po. Futbol. Lojshim shumë, bëshim top më blasmas për të në të dikur. Po, në të rëgoj që kësi ishin këto topat, sepse edhe fëmijët tuaj duhet i shohin këto gjëra. Si ishin këto topat? Sa vjeç je njëherë? Unë jam 47 vjeç. 47 vjeç. Atëherë më trego pak
topin e plasmasit, sepse edhe unë kam përjetuar, kemi luajtur me topa plasmasi. Mblidheshim plasmasi, bojshim me plasmasë, s'kishim as nicë më thërë, më nicë, me plasmasë lidhshim prap. Me plasmasë. Me plasmasë dhe me spangu, Me spangu, që kemi spangu si qepshin samartë, jo. Po, edhe bëj topi është. Bojshim tapin. Po top plastiku ke luajtur ndonjëherë kur qeni vogël? Top plastiku ka dalë mbrapa se ishin ta topa 80, 100, si më shumë. 50, 50 që kanë qenë më të vegjël. Po. Ata kanë dalë nga viti 90, mos gaboj jo. Jo, më përpara. Më përpara. Kur kam qenë i vogël, kam luajtur me top plastiku. Por shumë më parë. Po kishin një të keq ata që kur e gjuaj pyp kërciste ikte ai edhe s'kishte vrim as më marr, ishte. Edhe ne çfarë i bënim vrim topit të plastikut që të mos ikte shumë, po. Po me kalamajt e lagjes së shkollës bëje sherr, ziheshe apo ishte ju? Shumë bëshim me grup. Unë kam qenë nuk du mu voj forti, po qenë më i forti. Jem klasë, në 2 klasë të tjera, si që marrë lartë se të mija. Ja, gëzuar mi se merët mirë. Gëzuar. Dhe faleminderit që merët. Gëzuar për shumë vitë. Gëzuar në vitë në ri. Pra ti ishe më i forti i klasës, do të që më trimi, ndoshta. Nuk ishe vllaj ishte në shkollë, të në fjalë, ishte 6 vite para me vllaj. Kishte ata guximi, thotë mund të uzish me këtë dukafsh kështu në mundje, po kapshin mundje ka shkolla, thon pushim mall, po i hedh së gjithë, nuk kishte. Ta kishin frikën ti të thënë. Ta kishin frikën. Ishi i shkurtër për të, nuk ishte kom pas një trupush aty, siç jam tani, nuk pasi kam një. Po ishe i fortë. Kishte ata teknikën time. Unë mbaj mend një herë kur kam qenë i vogël, se unë jam rritur në Ballsh. Dhe bëja paralele, bëja sport. Dhe kisha krijuar muskuj. Jam kapur një herë me një djalë, një shok, timin aty, nuk e harroj emrin, Tare, i thërisin aty, i shkurtër, i ngjeshur, mor po s'kishte burr nëne që ta hidhim tokë atë. Kape nuk ishe ngjit pas tokës, edhe kështu e ti kështu ka qenë be. Ishi i shkurtër, nuk ishte ata teknikën e ai shpejtësinë e madhe i kapshe prop këkomb, direkt në tokë, e se leshëm. Po mirë, kur ziheshit me njëri tjetrin, me fëmijët që edhe rrifeshin. Në rraf. Bojshim kështu doreze, kështu janë kemi qenë për ma dhomze, kështu i bojshim mashin për çantën e çantës. Pas çantës atë. Uçi më dhom pjesë atë. Kur ziheshe, çfarë bënte baba? Merrte vesh baba apo? As do të merrte vesh, po merrte vesh. S'kishte burr. Çfarë bënte baba kur e merrte vesh? Ai në fakt umyll çdo jo umyll, do të në fakt, nuk ditë mohabetet të baba, sepse u zishim me zajm me fshatar të tjerë zajm, nuk shkoi të fare mohabetet të baba. Po ta merrte vesh ty në dru ty. Apo shkonte zi me Jo. Pse u jezon, do ta ditë pse. Mbrapa shkon do të djeg, ose ai ishte fajtor e. Edhe shkoi të prindi, fjalë më marr vesh, jo mu zonë. Po sigurisht. Fëmijishim ne, nuk ishte nga i tip me ik muzon, pse uzon fëmit. Çfarë mendon për këtë bullizimin që është sot? Që ne themi bullizim, kur mendojmë atë kohën tonë, e rrifishim, e griheshim. I leshim aq, u mbyll tonë fjalë. Po. Nesër pra mund të ishim shok prapë. Po. Ose më të kalojnë di javë prapë pajtoheshim. Ishte familje tjetër ajo. Si keni qenë si familje? Keni qenë familje varfër apo keni qenë? Jo. Gjena buqajt, nuk kemi qenë ata proprio të vuajtur nga për bukë fjalë. Po, nuk ke ose ishim pasur ose ishim nga ata të varfër, se babi im Gjafar Ahmed ai ka pasien çoban. Po? Në kooperativë. Po. Ai çabonte. Ai runte delet, ai s'din as më mel, vetëm si runte. Po. Shkoj te vllai ose motra ose nana, unë shkosh i shtyshën nga mbrapa, se ato do i milshin 5 mjesit. Po. Milshin del mbrapa hikshin në shkollë. Po, ato delet e kooperativës. Kooperativës, po. Aha. Ose tër natën i shkosh i kloço me vllain, më mor ata na si thon më mushte normën e qumshtit, dilti dalluar. Ka dalë shumë herë dallu, i dhani radio lirie, i televizor, ka qenë dikur edhe po. Ai ishte drejt. Vllai çabonte, milte, merti mushte bidone fuste poshtë shkomin. Ai na e shifte, ku ki mor qumshtet. Ai ditë se ku ishte mor qumshtet, se qumshti në vend tjetër s'kishte. Bëj do nomi. S'ke për të morë. E bënte babi, baba i bënte namin apo? Po, ja babi, vllai e merrte, kështu do hajshim se shkojshim, se një u pagundet 5 punojshin, e kështu. Ishte kohë vështirë. Kohë vështirë. Ka qenë i drejtë, kështu ishte i gjasis. I tjetër ka qenë edhe babai im, shumë i ndershëm, edhe shumë i drejtë. Që drejtor shkolle dhe arsimtar, unë kur merja 9, unë haje dru në shtëpi, sepse konsideroj sikur nuk isha mësuar. E dru. Marrë më ndonjëherë baba të ka pothur, të ka qafor ndonjëherë një tate apo?
Po. Të ka leta tua. Ishte në i dash, nuk ishte i kështu, po këthen të elementi nuk ishte i vendos. Po. Vishte të thënë për mik, ta ke kështë harru çdo gjë si ishte po. Po. Më të merr për lehtë dhe më të shumë. Po nëna, si ke qenë? Në mirë, ma butë, nuk ishte fart si më të afru shumë kështu, po ishte butë, nuk na ka rrafuar. Mirë, ju ishit atje në Kodër, se presa është në Kodër. Ne në Palaq, po ta kuptojsh në Palaq, ku është restorant që ke nuk e besoj, Kalaja është. Kite Kalaja, po. Palaq e kap si fshat. Okej. Do sa ju ishit i çik si më të egër, si më malësore ty, megjithëse këtu afër Tiranës, po ti atje në Buq në kështu. Jo, unë isha mirë, unë s'ka rrafun. Jo, babi, jo. Sa fëmijë keni qenë në familje? Ne si fëmijë jemi 5 motra dhe vllai, unë jam e para, domethënë 6 fëmijë. Po. Dhe keni jetuar së bashku në familje, këtë kishin në familje? Gjyshe apo? Jo, ishim vetëm ne. Domethënë, prindrit edhe ne 5 motrat edhe vllai. Po, sa e madhe ishte shtëpia juaj? Po, ishte dhoma, siç e kina zakonisht. Dhoma miqve, kuzhina, 2 dhoma gjumi edhe banjo, korridor jashtë. Po banjën kishit brenda apo jashtë shtëpisë? Kur ishim të vegjël ishte jashtë. Po, në vitin 99 që jam filluar unë, ne kemi bërë banjën brenda. Po, e bët për... Si e tha shumë. Jo. E bët për valë. U ishe po emigrant dhe ishe pak qik nga Greqia. Do i qik ati brenda. Po ju kishe motra vlezër 4 vetë, plus 2 prindit jashtë. Ishte të gjyshin apo? Ja, mërtu vlaj, kishim nusën e vlajt. Apo mërtu modër shkojmë shpit vetë. U largu pa. Sa e madhe ishte si shtëpi? Ja, që ka një shtëpi dhe 2 dhome. Sa veta flinë në një dhomë? U fleshëm në kuzhinë, edhe ku ishte sobë. Po, sepse ti ishte ngrohtë. Ato fleshëm. Me sobat e drurit. Kishim 2 dhoma. Si kanë të rrushë këto. 2 dhoma si thonë kuzhina. Po. Kishim bajnë, kishim jashtë, si ka një dikuar. Jashtë, po do të shkujshë. Qoshe në ftohtë. Je i zetë në edhe. Shkoj ke bajnë komshiut. Se cili kishe bajnë vetë, apo bajnë lagje sot i më radhë. Jes kene pas shpit shumë afer, fërë. Kam pas xhaxhaj dhe ato më fjallë, po kanë qenë largës më shpirë. Si jeni njof ju të dy? Si jemi njof. Sa vjeç keni qenë edhe si jeni njof? Ne ishim shumë të vegjël, edhe unë edhe Rushi. Ishim unë sa po bëra 15. Në Korrik, ngusht u njohëm edhe jemi fiu direkt. Jemi ndërtuar shpejt për një ditë, po jemi formuar me vitet, me koha në avash bashkë me njëri tjetrin. Po si u njohët takimi parë me ju si ka qenë? Takimi parë me ne ishte te shtëpia ime, sepse tezja ime u fiu me një djalë, edhe shkesi ishte xhaxhai Rushit. Edhe rastësisht ky kishte ardhur nga Greqia. Si ishte në Greqi ndërkohë? Po. Në atë kohë po, ishte në Greqi edhe do vinte në Tiranë. Edhe i ka taku xhaxhain e vet dhe i ka thënë që ne po shkojmë se kemi një takim me një çun se du me njoft me një gocë. Po. Edhe i ka thënë ky, "Okej, po vi deri aty në Kodër të Bupshit." Po. Ku edhe unë po ndahem po hik për Tiranë, ju shkoni, vazhdoni punën e juja. Kanë shku aty, janë taku krejt gjithë kështu. Xhaxhai Rushit ta them që është burri i gocës xhait mamit. Po. Pa njëri i familjes edhe ai. Edhe kështu u takuan tezja me atë djalin, ishte atëherë se edhe sot ato nuk janë bashkë, po desh zoti ato janë filluar për pak kohë vetëm që të njihim ne, ishte shkak. Zoti është i madh dhe un kam shumë besim në ju pas ka ndihmu. Edhe na ka ndihmu se tezja nuk është më me të djalin. Edhe kështu ato nuk panë tu fol muhabetet atyre. Edhe Rushi ka thonë, unë po shik, ju vazhdoni, xhaxhai veti ka thonë, po, hajde se kam motrën këtu afër, edhe të shkojmë pimi kafe. Po. Se ka shef edhe motra kësaj gocës ta shikoj këtë çunin, me që jemi miqë kështu, s'ka në gjë. Kanë ardhur aty, unë them drejtën, isha shumë e vogël. Edhe ne fëmijët 15 vjeç atëherë në 99-ën klas kanë kaluar 26 vite, ishin shumë pa ditura, pa djallëzi, pa shumë thjeshta fëmijë. Po. Nuk jemi si gocët sot 15 vjeçë sot, ja goca ime 16, po. T'japin ujë me bish lugë. Flas për të voglën. Edhe erdhën këto, unë hyra aty te dhoma, do t'i jepshe dorën gjithë, edhe pse ishe me respekt, me karamele, me kafe. Shkësyu jem direkt te Rushi. Unë mendova se ishte ideali që tezja kishte pa. Paka shumë kishim një mosh me tezën. E them, tezja ishte nga shumë i bukur, do ta marrësh. E tezja më shikon unë, nuk është ky, është ai tjetri.
E këto po i marron për. Dhe i si ishte gjo. Edhe kështu, pastaj me shaka, ty e diti mos si në shqiptarët, tani e fiju me dhe këto, bëmë edhe këto. Kështu ishte, pastaj i ka thonë Xhaxhaj, erdhëm edhe ne kemi bërë 2-3 A ju u pat vetëm një herë? Pam edhe jemi parë edhe 2-3 herë. Tjera erdhi. Po si u takua këtu 2-3 herë të tjera, gjithmonë të shoqëruar? Gjithmonë të shoqëruar. So linde kush vetëm jo, s'papim, jo. Belu mërzita unë, mrapa. Është mërzit me babin këtë atjere. Ishte kështu e strejt. Zdonte. Ja si nuk ishte të thënë gocë për të fejuar si ishte vogël. Ai kishte me vend fjalën. Po. Sa vjeç ishe ti? Unë 20. 20, do të thënë kishe ardhur nga Greqia, kishe shkuar ndërkohë në Greqi. Sa po ta mor dokument unë. Sa vjeç ke shkuar në Greqi? Unë kam hekë 16 vjeç. Sa kam marrë 16 vjeç ke shkuar në Greqi. Po si vajte? Në kam. Po. 7 herë. 7 herë ke shkuar. Tani do të ma tregosh çik si ke shkuar në Greqi dhe pastaj do të tregosh si erdhe edhe njofte Valbonën. Atëherë unë kam hekë 95 herë parë. I thash babës, se baba hikte më për jullë, kështu vag të ullivat, ndihmën hikte. Shkonte baba fillimisht në Greqi, po. 3 muaj kthehente kështu. Ai thash babs, sa mbarova klasën 8, thash unë do marrsh me vete ose kam martik me shok. Si hikshim atëherë më kishim. 95-ën u hapën ata. Po e mbaj më. Jo, je i vogël rri këtu, ai kishte hall ke shtëpia, u ishte një lop, një jaç. Unë mori mua herën e parë, shkum në këmbë e me babën. Po, shkum mbi lisht, po në të luginës si thonë. Po, me makinë, me ndonjë autobus, ndonjë diçka. Autobus ose me furgon shkoshim deri mbi lisht. Veshim çka kishim për të ble, mushim çantën me bukë, pritshim deri në të luginë e bilishtit thon, ndarkut u nisshim, sa do ertë u nisshim. Ishte dikush që u thishte rrugën. 200 vete, u bëshin grup 200 vete, grupe të mëdha. Ato u mblidhshin kreta, kështu, mbrapa u shmëdashim, meshin ata destinacione ka doshim më shkuar. Ne ishim zdishim rrugën, ju ndiqim një grup ose atë bëmë ne, ku do hiknin në Verë, sa di ishte stacioni i parë. Në Verë punojshim një ca ditë, bojshim dramika që më të herë. Po. Ana hikshim për Athinë ose për Kallamat, atë kishim atë destinacionin. Sa rrugë bënit në këmbë natën? A bojshim për të sos në Verje, bojshim 6 ditë. 6 ditë rrugë në këmbë. Ecim vetëm natën, ditën flesh. Po ku flinit? Në pyll. Ku do jem zjarr, ku dilçim. 6 ditë rrugë në këmbë për të shkuar. Ka ndodh, si kam bërë 6 ditë rrugë, në 2 ditë e më kanë kap, kanë pru mrapsh, kanë fletë natën prapë në bilisht. E jam kthej prap. Të ka kap ushtria, policia? Policia, ishin policia. Si u tretonte policia greke? Tash ushqite greke. Po ushqifshin se ne fleshin në për kacollën, ushun nuk ishte kishim. Po kur të kapte të kanë trajtuar keq apo normal? Ja, më thon drejtë. Vllan po, kanë ndodhi me vllan po. Unë jo se ishte një vogël me, ne ishim moshë vogël. Po. Kurrës, më kanë prek. Çka ka ndodhur vllajt? I kanë gjutë shumë, asi ishte çik më i madh, që mosha, ose pas një arsye e kanë qelluar. Po ishte një çik vllai ka qenë çik shokok derri, ishte nuk e ulte kokën fort, ishte ata nuk e durojshin e dëgjon fjalë polici greke, ata kanë sot ata një çik. E kanë ata më në pak. Po. Kanë gjutë shumë shelbë, ngrushë, po nuk jeni ku ditë kush e di po. Ti 7 herë ke shkuar në Greqi, të 7 herë nga 6 ditë rrugë? Po, 6. Deri në Verje. Deri në Verje. Mbrapa do me trenin ose një taksi po gushim, u fuçim 5-6 vet po gushim, ai ikshim për Kallamat. Po. Dhe çfarë punë ke bërë atje? Ne, unë kam në Kallamat 6 vjet në Kallamat, jam marr me ullin. Po, vjeli ullinsh. Edhe mirëmbajtje. Bravo, me portokalla jona. E mbrapa 6 vjet e fundit në Athinë. Po, dhe në Athinë çfarë punë ke bërë? Në Athinë jam marr unë këtë është ndryshe me kujt, aty ku bën garë të kujt, në hipodromu. Ço bëre kështu? Kalorse dhe ti apo jo? Më thon drejt unë i serviçe. Vetëm serviçe, unë garë si ishi shumë pesheron dhe pesheron ishte 70 kg që kështu. Po. Po ishte, para ata ishte pesheron. Po vetëm si ishte serviçe mirë, si çoshë janë. Servitje i pastroi, mirëmbajtje. Jo, pastroi, vetëm pas serviçe. Vetëm i servitje. Mirë shkosh, filloshëm 6 mesit, i çoshëm të pista, ishte i trajneri i thotë çfarë fillon kalë kishin me emën. E shifta ata programi thotë. Do bësh 500 metra me bon zerën, 1 kilometër që është full. Ose u fuçëm start, atë janë mrenëm kutinë. Kur ke punuar në Ullin, sa orë në ditë punoje? Orë s'kene bëshëm, 7 orë, 8 orë, nuk e si bëshëm një... Nuk punonit shumë, do thënë, jo. të shtunave të dileve punonit, apo? Pa, kishte. Do thënë, nuk kishte ditë pushimi? Ja, s'kishte ditë pushimi. Po do shë rrishim shpi, nuk të thonë nuk ush më zorë, po unë e shkojshim, punojshim. Se nuk të paguante, që se nuk... Unë kam qenë në mjeshtë me kërësitje shumë. Kam qenë vetë mosh, kam qenë i vogël, po... Po, ja mori dorën kërësitje, se... Kërësitje, po. Pastrime, jona. Puna më e vështirë që ke bërë në Greqi? Ullini sa është e lodhme, po është e vel, janë shumë e lodhme, se do të jush gjithë ditën, madhe.
stragët, i thonë edhe në teblët, i thonë të grekt, po. Qartë të ka mësuar kjo eksperiencë në Greqi? Eksperiencë si kjo kemi vujt. Si thonë, me punu, me vret familjen, mësë me hargju lekun, atu ku s'duhet, e me ndërtu familjen. Dhe kur ishe 20 vjeç, the po kërkoj nuse. Po mu shumë doli, rastisht doli. Doli kot kështu si Po patash. marrë dokumentet e hika, e erdhe këneje, doli. Sa viti ke punuar pa dokumente? Afër 3 vjetë kom punu. 98 marrë dokumentet. Po. I grek me i boni, majtëm shtëpisë komplet asnjë jashtë. Është sjell mirë me ty, thonë. Jo, këtë ku kom punu, se kom dëshuar shumë për nar, po gjithmonë kanë majtë mrena. Me familjen e vet. Vllai flen dhe zojm 2 kilometra Kacolli ishin 5-6 vjet, e për arsi shkon tash shtëpitë e vjetra. Unë fleshëm shtëpi çosh ka një bukë këtij. Po ti Valbon, kur ky ishte në Greqi dhe vilte ulli, ti çfarë bëj që 15 vjeç e vogël, do të them 3 metra. Pastaj kur u fejuam, pastaj Po para se të fejohesh, më tregon pak fjalë. Para se fejoj, unë isha shkoja në shkollë. Ishe nxënëse mirë, studioje, Te normale, nuk isha as mirë, edhe as dobët, isha te 7. Ishe harakate apo Jo, nuk isha harakate. Kam pasi keq pak me një mësues, nuk e di pse më kapi keq, po nuk kam qenë fëmijë e keq, jo. Lesha nuk kisha frikë, isha. Prindrit si ke patur të rrept apo? Jo. Të butë? Po, të butë. A fusha e butë të. Po, jo, të dy edhe papin edhe mamin. Nuk më kanë As ty dhe as vëllezërit e motrave të gjithë ishin të Po e kishim frikë papin, ku hyn te babi në shtëpi, nëse kishim diçka që kam bë gabim ose nuk do përgjigjeshim keq, nuk ekzistonte. Po s'na kishte prekur me dorë, ishte shumë. Kur vinte baba në shtëpi, Po kur vinte babi e kishim atë. Çoshit në këmbë kur vinte baba? Jo, unë ngreshim në këmbë ne sepse mezi e prisnim, se babim punonte në Tiranë. Po. Punonte murator. Edhe vinte mëngjes, dilte nga shtëpia në 5:30 edhe vinte në 7:30 në 8 darkës. Edhe në dimër mbaj mend para orës 6 nuk hyte në shtëpi. Edhe në verë në 8. Ka punuar shumë. Punonte shumë, po. Edhe neve na merrte malli të drejtën. Kur vinte babi ne dilnim përpara, kemi pas dhënë shtëpia te malorja xhashzimit. Edhe dilçim krejt gjithë përpara. Po nëna ka punuar apo rrinte? Mami në kooperativ po kështu pastaj jo, nuk ka punuar. Kooperativ merre me tokën si gjithë në kooperativ. Po, unë isha vogël, nuk është se mbaj shumë në kooperativ. Nëna jote, baba çoban, kurse nëna? Nëna ka qenë me lopt. Edhe jo. Po. Gjithmonë me punë shteti thashë. Dhe ndërkohë na vjen Rushi duke shkëlqyer prej Greqie në Repërmëz. Me Greko, Vasili, se më thirrën e Vasili, kam shumë emra. Okay. Po ti ishe 15 vjeç kur u njohë me Rushin. Po pastaj ky çfarë bëri? Oferën apo ndojti aty, do të thonë iku në Greqi përsëri? Iku sipas te niti aty ky. Ky më gjeti nusa, dhe ai gjeta këtë. U fejuat zyrtarisht me nasa, ti 15 vjeç e ti 20. Prindi kishte në Greqi unë. Po ti kishe prindrit në Greqi, po. Atëherë po ti u fejuar në kokë datë. Po. Nuk i the prindërve se dini që fare? Mbrapa i lëmrov, mbrapa. Po, unë po them kur vendose, do të thonë. Nëse vendos unë. Po. Aty është po. Dhe u fejuat, shkëmbyt edhe unazat, po mirë kush erdhi kur Asnjë, vetëm ne vet, kemi ikë ndurrës vet, kemi bërë xhiro. Edhe mbleu varse, mbleu naza. Po. Pra ajo tradicionale që vjen daja, xhaja, të familjet edhe bëjnë ato. Kur më bë celebrimin ka shku xhaji, më ka mos kam qenë, kur më bë celebrim. Ishte lagë. Babi më kush ka qenë? Celebrimin e keni bërë para se të martoheni, dasmës apo? Po, para, sepse ishte për dokumentet. Dokumentet për Greqi. Që ta merri në shkurt 2002. Sa vjeç ishe? Në të 9-ën 15, 17. Të bërë celebrim, nuk të duroj pa u martu. Mirë. Rushit mori mend Rushi direkt, mi mori pra shikimi kur e pashë. Rushi kuq. Sa e vjen që qeka atë. Ishte shumë. Kur tha tezja se është për mua the Rushi. Që ta marr. Pastaj u fejuat e ti çave ferrën. Hiqet e veni. Sa kohë ndoj të pa u par kur ikën në Greqi? Ja, fillimi jemi pa. 3 vite kemi si fati ke rruti xhaxhi. Dgjoj, është mashkull, është. Okay. Ne harrojmë totalisht ju femrat. Nuk harroni asnjë gjë. Ai ka edhe tipin se harro faktikisht. Jo, jam edhe unë të gjithë meshkujt kështu janë. Femra ka përborës të thotë, të kujtoj se çfarë i ke thënë orën 3 të natës para 30 vitesh. Po, Që e kuptoj.
Se kështu jam thonë. Pra, kam thënë se doktor Skerdi është shumë nëse në vet, shife si sillet doktor Skerdi. Si e përmend. Unë po sillem mirë. Nuk Jo, sillem mirë. sillesh mirë. Jo, mirë. Mirë, po ti kë nuk më përmend shumë emrin prandaj. Si shiko, dëgjoj unë këtu kanë qenë të ulur para jush vajzat tuaja. Aty ishte Stacy, këtu ishte Leni dhe më kanë folur për ju. Okej? La kanë lavdruar babin. Po, e kanë lavdruar në babin edhe ty të kanë lavdruar. Po, me babin nuk vjen njëri. Po babin sepse babi thotë është chill, e thon këta Gen Z. E kupton, nuk e di. Biles po të thënë që ti je Gen Z edhe ti pak a shumë. Po jam më shumë me rreth. Po normale, edhe në shtëpinë time gruaja ime është me fëmijët. Atëherë më tregoj, iku në Greqinë deri 3 vjet. Çfarë oferën se thu ti? Niti 3 vite parë. Pra, duhet të kuptoj, nga mosha 99-ta, nga mosha 15 deri 18. Pa i moshon 18. Erdhi dhe bët fej, apo e bët fejesën? Jo, e bëm me fejesën. Kur ishe 15 vjeç? 99 ne i bëm fejesën çdo gjë. Kjo ishte gjë e bukur, më pëlqej. Okej, janë të bukura edhe këto adetet, po nuk e di kur e kujtoj Po jam modern, I pëlqej edhe jo ideja vetëm ne të dy pas një tjetër, ishim durrës. E durrës se kishe pa një herë. Është nxorë me pa botën ti. Botën durrës. Monte Carlo, se kishe pa një herë. Që si e pa. Do të marrim në tren, do të marrim në tren. Me çfarë vajte në durrës, me tren apo me fugon? Me fugon. Do shumë u kthejmë në tren, s'm gjodë gjallë. Ja, se isha budallaqe. Ishte me kursyti, apo. Pastaj iku në shtator, ne u film në gusht, niti një muaj e ca. Edhe erdhi në vitin pas 3 vitesh. Po. Në flisni në telefon, se atëherë s'ka pas celular. Flisni në telefon ndonjëherë me Kishte shumë pak, nuk kemi pas fal shumë. Po, ato vitin e parë më merrte bite komshit ka herë ke shtëpia, komshit se kishin komshin telefon. Po, kishin telefona edhe ky merrte në telefon, çoje pak te Petritit te papim për shembull. Edhe nga një vit e parë pastaj sikoj ato ullite filloi çik kështu si u fturrit edhe ky filloi të pa edhe ca goca në më bjonde, më zmerë, më të bukura. Të pa goca në Greqi. Nuk e di, filloi çik, u rrit. Nga e morë vesh apo ta tha. I remenja, po atje kam. Dhe mora vesh atje. Unë të ndritën vesh, nuk e kam marrë asnjëherë se nuk është njerëzit flasin, nuk i besoj shumë mirë. Po e ndjeja unë vetë, zemra ime. Si janë femrat e vjen. Po. Kurse rrushi shkret të punu të vjelu ullin aty, kurse të thoshe do gjujt në jak dhe ullin të shme. E vërtet Rusha? Po e hape thesi tani. E vërtet është, una e kam dhënë drejt gjithmonë, nuk kam mohoj edhe gjë. E ka pranuar. Kam pranuar çdo gjë. Po, gabimet. Nuk i ka përsëritur më, ka ishur. Unë tani kam kthe, si kam qenë si kam pas tërtuke që rrafë kështu fare. Jo. Ju se ka lind Stacy, se nuk ishte në Itali, si shkoi në Itali në 2007-ën, do të ik prapë në Greqi. Sa lindi goca? Ka qenë 7 zanë. Po si ishte puna që vajtet në Itali, kush vajti ti para ti? Po. Mbasi viti shkova. Po pse? Sepse atëherë ja të tregojmë tani se çfarë do bëjnë. Hajde. Edhe tani ne kur erdhi në vitin 2000, niti 2 javë, 3 javë, nitëm bashkë edhe në vitin 2003 ne u martuam. Në shtator 2003. Unë isha 19 edhe Rushi ishte 24. Pastaj shumë të rinj. Shkoj në Greqi. Mbas një 2 muaj, 3 me 40 orë kam marrë, kështu që 3 muaj, se jemi martuar në 14. Mbas 3 muaj shkova edhe unë. Me vjerin unë, nuk kam ikur vetëm. Shkova me vjerin tim, edhe shkoj në çoj të Rushi muaj. Pastaj ky vazhdo të ato vazhdet e veta, harroj si ishte martu, dilte, nuk është se ishte ai çuni mirë sa është tani. Botat Kingon me dal pak natën. Edhe unë mërzita shumë edhe me këta. Edhe thashon të iki, nuk të dëroj ma, do të lej, bol, nuk ja dal dot. Pastaj edhe ky, tha, okej, ikim në Shqipëri, të vendosim të shkojmë të jetojmë në Shqipëri. Ne i marrëm gjithë, apo këti nuk i rrihet, shkum në Shqipëri. Pastaj në vitin 2004, në gusht, edhe nitëm aty, një muaj e ca, nuk jo nit, iku prap. Iku në Greqi. Prap. E kishe nusen ke shtëpia në Greqi. E fillim po them. Kur s'ku pas.
Jo. Ta thasha nuse Po pra, Ishte shoqe, jo nuse. Nuse do të thënë tatën aty me dokumenta dhe kishe shoqëni të zgjeruar apo Deri diku. Hajde, do ta thuash ose po deshe mos e thoj, nuk ka se njëri problemi. Por po pastaj çfarë bët? Ikën ngërqim rapo, fika telefonit, fika kretës. Mërzit. Kje gjende numrin prapë, numrin, që unë ndroqe numër. Spionët Ma ishin prapë numrin e merë një herë vllai nga Kallamat atje në Athinë, më gjithë se s'folqa as më vllai as më një, s'folqa as më të mirë. Je vetëm me këtë as më një. Erdha tu, qa do bësh sa që o jipi rrugëzirë, tha. Mos e ma gosë në vujpen, se ke ishte të prindë mi. Në Shqipëri jeton të prindë mi. Me vjerën edhe me vjerën. Po, sa vjeç ishe atërë? 20 vjeç. Si ka qenë bashkëtesa me prindë? Atëherë e vështirë, sepse unë isha parushe. Po t'ishte edhe ky, nuk do ishte aq e vështirë se gjërat ndryshojnë. Çfarë ishte vështirë, për çfarë arsye? E vështirë sepse unë ndoshta nuk i jipja të dashurinë edhe atyre si do ja japësh vjerit edhe vjerës, si jipsha të do më thënë respektin, po ja jipsha pak si me forcë, nuk ja jipsha me buzëqeshje ndoshta. Kisha inatin e këtij. Kisha inatin e këtij. Ato s'kishin faj. Se ato e pranoshin që Rushi sillte pak sa keq, mos të themi keq krejt. Pse keq krejt? Po tash. Ta ka thënë zemrën shumë? Në ato vite po shumë. Ja ke fal. Jo krejt. I përmerr pa morak. Të shpjegoj një diçka si është koncepti i femrës, sepse ndoshta jam ndër të paktët njerëz që një femra shumë mirë, sepse më ka lidh zanati. Në thellësi të shpirtit të fal. Por nuk harron. Po. Nuk harron. E vërtet. Dhe vjen momenti her pas here që ta nxjerr. Ta nxjerr për disa arsye. Ta nxjerr sepse ndihet edhe pakës më i liruar nga një kujtim i vjetër, do të thënë që sigurisht çfryn. Një. Ta nxjerr sepse do të mbajnë të thotë që shiko se mos vazhdo mos e le. Mos e bëmo. Ta kujton, si me pas ato biografinë e keqe, që kishe një herë mren, të burg ta nxjerr edhe për këtë arsye që shiko se. Ta nxjerr edhe për të ngacmuar nga pak. Për të bërë të ndjehesh në faj nga një herë, kështu sa për ashtu. Shiko. Atëre, unë jam i martuar vet, kam grua vet, kam një vajzë, kam edhe një djalë. Nuk kam patur këto probleme, me thënë të drejtën, por që kur ku diun, nuk ja bën qefin për një diçka, por ku diun ta përmend të gjithë jetën. Unë kam qenë në Lukov në vitin 88 në aksion 88-89 në aksion me shkollën, në shkollën e mesme. Dhe unë ti me shoqi kemi qenë në bank bashkë në shkollë të mesme dhe ishim në aksion bashkë. Tani prindërit e mi nuk më kishin dhënë para, sepse ku do haje, shumë kishin dhënë jo për konserva, jo për reçele, gjëra me vete, sepse t'jepin ushqim për të marrë ca me vete. Ishim fëmijë, kishim nevojë të hanim, atje përveç atyre gjërave që na jepin aksion. Kurse gruas time, prindërit i kishin dhënë ca lek, 500 lek. Ose po. Dhe tani unë i marrova këto konserva drejt që i tham, Allah, se haja si derë. Dhe shkonim bashkë, ishim lidhur atëherë bashkë, ne jemi njohur kur ishim të dy 16 vjeç. Ishim lidhur bashkë. Dhe shkonim aty dhe anim shkonim në një restorant, aty që ishte një restorant në Lukova së kohë. Dhe hanim pula, pilafë, në diçka kështu. Gruaja ime edhe sot e kësaj dite që kanë kaluar 38 vjet, 39 vjet po vete, ato pulat tote, ke je borxh me mua ti, se pulat. Komajdo me thënë. Do kishe vdekurie këtu. Blej makinën asaj. Ja, se ta harroja të pulat. Po, që nuk e di dhe avion si kur ti bleju në asaj, do të pula, pula do ishte bërë kopea, do kishim shitur, do ishim bërë ato pulat, e këtu mi kanë ngecur. Këtu më borqë unë me ty. Ju me gratë shqit më më borqë. Prandaj për këtë arsye ti përmendo Rush, jo se të dos. Them edhe diçka si përmenim sepse edhe ju duam, sepse në them që unë, po mos t'ja përmen ose mos t'kem fare, nuk më interesën ato gjëra, qa më interesën.
Unë për veten time mendoj se edhe gjithë gratë që e kemi atë, kur flasim ose kur ju kujtojmë ato gjërat, nuk ju kujtojmë ose nuk ju e themi vetëm që të ndjeni ju keq. Ju e themi sepse ti jeni këtu me ne, të rini këtu, kështu. Po mirë, ti ndjeje ndonjë diçka që nuk gjatë periudhe nuk ishte një dashuri e reciproke, pra ti doje më tepër edhe ai sikur s'po ta varte, sikur nuk ndjente të njëjtën gjë. Jo. Kështu kjo situatë. Jo, edhe ishte vërtet. Po. Nuk ishte Rushi ishte pak, nuk e di, ndoshta largësia, po. Ndoshta Jam pak tipi unë, pak. Edhe fakt. Unë nuk s'kam pas fëmijë, unë as fëmijët e motrës si kam pas marrë kur më krahami po thosh, mesat e nipit. Kur. Po tani ke ndryshuar, Kum nga kështu jam bë. Vërtet e ke që ka ndryshuar? Ka vënë Stacey. Sa valin Stacey? 8 dhjetor 2007-s. Iku Petlla, e kuptoj se çfarë do të thotë. Vërtet. Po, ka ndryshuar shumë kur lindi vajzë e madhe. Se besas kush? Është e vërtet që ndron, sidomos edhe femra ndron shumë, po edhe mashkulli ndron shumë. Të paktën flas për veten time. Nga mashkulli ndryshon shumë kur bëhet me fëmijë. Pra ti më tej ishe me vjerrën edhe me vjerrën në pres, po. Nga i moment që u ktheva nga Greqia në 2004, unë me vjerrën kam nitë edhe 2 vite tjera. Po. Edhe dhe Rushi nuk të përgjigj, ndronte numrin e telefonit, kishte ndryshuar. Nuk flisnim. Nuk 2 vjet pa fol, megjithëse ti kemi fol 2 herë. Kemi fol 2 herë. Kishte ngel hatrin më vonë. Kjo të kërkonte ti ndroi numrin e telefonit apo? Se ka fajin ajo tani. Themi atë që është. Se kjo është të kërkonte ti ndroi numrin e telefonit. Po bëj si kështu pjeshkë bukur ti. S'po them fix fare. Si rruzi bukur. Po, si rruzi bukur. Edhe çfarë bëre pastaj? Pastaj I thash babit se prindrit e mi ishin gjithmonë në Itali edhe motrat edhe vllai. Vetëm unë isha atje. Pastaj durova thash, s'do duroj më. Babi më thojte, bo si dushti. Kur dushti marrë në Itali, babi vit marrë, nuk e ka problem. Erdhi pastaj babi në gusht, gjithmonë si ne emigrantët atje në Itali, kemi gushtin edhe dhjetorin si përpushime. Ti e di shumë mirë. Edhe pastaj erdhi babi mami me motrat edhe vllajin, e thash babi do të them një gjë. Unë kam vendosur të vi në Itali, nuk duroj dot më. Se nuk di çfarë të më tha babi, okay, në rregull. Pastaj më bëri vizën për 3 ditë. Desh zoti, mori në telefon, nuk e di. E mori në Itali? Ja, e morëm telefon unë. Por ishte në Shqipëri. Pas 2 vjetësh miku. Thuaj një vit se kisha ngju një herë. Jo, e kam fjalën që e kishe marrë ti. Jo, mori vetë. Gjatë kësaj kohës e kishe marrë ti. Ky pas 2 vjetësh era telefonit ato ditë, sigurisht gjote zemra si do ikë kjo. Sa I ferrë ngruaja pa. Edhe Ashuna. Pastaj Thoj babit të qes vizën, se do vënë për Itali. Do vi edhe unë ta. Jo për Shqipëri, për Itali. Unë kisha leve greke, më të shkojshe edhe. Mund të shkoje si turist. Ti more vesh që kjo kishte vendosur ti këtej në Itali apo? Po, I thash shumë. Më tha, kur morëm telefon morë vesh mbrapa, si më tha. Jo, nuk e di. Nuk e di të thonë. Jo, telefon. Po do morëm. Mori malli. Po. Jo, I thash unë merr babin telefon. Nxjerr një vizë. Se morë në telefon, kishte 2 vjet që po si më dha se I kishin vendosur të ishte ja. Kishe zimë ato tjetra ndaj tjenë ta marrë është gjallë kjo këtë. Tash do të më vendos ok në Jonit, s'ka. Po. Më hom me lux nuk shko. Me 2 luk ndoshta është pak më burr po. Një 5-6. Dhe pastaj ti pastaj desh zoti nuk e di si mori, I thashun un kam vendosur të hikë. Nga këtu do hikte babim. Ti po deshe më ardh, hajde. S'deshe, mos hajde vërjetën tate, e bo qa dush. Jo, tha, unë do vi, tha, jam okej që ti të shkosh edhe unë do vi. Unë do vi, tha. E mirë, tha, shesh më mirë, se unë... Ishe I gëzume. Po. Ti më ka thënë që ke I qik shpirt poetik edhe shkruaje poezia së Po, shumë. Për Rushin shkruaje po për qeftat? Jo, për ata gjithmonë. Unë qysh nga mosha 15 edhe them drejtën kam imagjinuar gjithmonë këtë jetë që kam sot edhe me vajzat, edhe me Rushin gjithmonë edhe... I ke ruajtur ato poezi? I kam ruajtur. Mbanë në ndonjën... Keni shkëmbyer letra me njëri tjetrin? I dërgoj letra? Unë, jo. S'ky si ka lexuar ndoshta. I lexoj letrat e kësaj?
Ka pasur në foto, nuk di se ka I leshe. Kjo të çonte letra dhe se mbasi shoku si kisha komshi una, ja jepsha atij. Ja jepsha atij dhe ja çon. Më fal, letrat ti I dërgoj me post apo I dërgoj? Jo, I dërgoja me person. Po, me shoku si e kisha komshi, vinte te fejumi vetë kështu. Dhe ajo të dërgonte letra, ti as I hapje fare. E leshet janë. Po s'ke qenë kokë legjende. E ndje, ka të drejtë kur ti përmend sot e kësaj dite, mo, ja letra. Ti drejt thuj ti, Po, ka të drejtë që ti përmend sot e kësaj dite. Po, rëndësika që jeni lidh fort me njëri tjetrin dhe ju ka lidhur fëmijët. Po, sa letra I dërgoje, sa shpesh? Atëherë, jo shpesh sepse kur vinte ai. Domethënë në korrike kishin grekt që vinin, edhe për vit 3. Kur vinte ai, unë përgatisja një 2-3 copë, kaq të mëdha. Po kujt më aqu thoj ti, muhabeti, haj. Edhe I bleja dhe dhurata, karamela, më thonte vjera ime. Po kujt I çu më non, po haj vet, ti çu karamela ti ç'sh hel me mët. Ajo mbante anën tënde, të donte fort ti, do të thosh se po të dy edhe vjera më kanë dashur. Kishin aty me këtë harra. Po, edhe natin me këtë. Dhe s'kish çampon dhe më u ishte larg. Jo, mua. Po, mban mend ndonjë nga ato poezitë që I ke ruajtur? Po, I kam ruajtur. Ke ruajtur. Shefa Rusha, ti lexon ndonjë poezi? I lexojnë gocat. Gocat. Lexojnë gocat. Mban mend ndonjë, ma thua dot këtu, ta kisha ditë kisha sjell ditare. Ta kisha ditë, po, edhe unë, po. Ndonjë më të fortë, më thuaj ndonjë, më reciton ndonjë. Atë ishin shumë, nuk është se boja poezi shumë të mëdha, po I shkruaja tipo ditën time. Si do doja unë tisha sot me ty. Jam zgjuar për shembull sot. Thuaj, mos vizor, hajde. Më thuaj një poezi. Është si ta them unë si ditari ditës. Okej, më thuaj. Ditës kur ti zgjohesh mëngjesit dhe vjen deri ndarkët. Është ora 7 e mëngjesit, unë tani po zgjohem, sa më mungon. Edhe është sa e vështirë është dita pa ty. Çfarë thon vajzat kur I lexojnë këto gjëra? Janë, po, emocionohen edhe ato se. Më emocionove edhe mua të bëton. Se. Tani është me qesh, po unë kam vujt pak ato ditë. Po. Si sa do, si një vajzë e re, normal të rish, jetosh pa të fijuar në so bashkëshortin, nuk është e lehtë. Edhe sot që jemi në 2026-ën, është e vështirë. Po jo sepse ti je me vjerën e me vjerën, po është prania e bashkëshortit të mungon. Edhe tjera ishte edhe jeta pak më vështirë. Sigurisht. Edhe kështu. I lexon edhe kjo ishte tani këto poezi herë pas. Jo shpesh të drejtën. Jo. Po gocat çfarë thon kur lexojnë? Gocat I kanë lexuar, ja kam shpjeguar. Edhe po ato më kuptojnë, janë shumë kuptuesin, por thunë që babi është një person që ka kuptuar se ka gabuar edhe rëndësi ka. E di çam ka thënë gocat për ju të dy? Që ju duan jashtë mase, dhe që ti je ajo, më thonë se rompi palle. Po, thoj se. Është e vërtet, sepse po më thoshi Stacy, ishte ulur në vendin tënd, po më thoshi që me ty është I lidhur shumë, me ty zihet, grindet, dhe me ty pas 5 minutash qafohet, puthet. Kurse po me babin I thash unë, kush më tepër lidhur me babin, edhe më tha që Eleni është më tepër e lidhur, dhe Eleni tha po. Por kur grindet mami me babin, ju me kë bëni, mbroni mami apo mbroni babin? Po babi thosë babi shkret, do thë nuk bën, po sprish qera, është. Ja, nuk vërtet. Nuk është I urdhë dhe anën e ti mbajmë, sepse mami nga njëherë kalon. Na ashtu edhe neve nuk na është. Jo, në një familje unë jam plotësisht dakord që një nga prindërit të paktën do të jetë më I rrepti që mban rregullin, disiplinën, shumë vërtet. Rendin si të thuash. Po ne kemi bërë si lojën të dy gjë. Që unë do jem ajo ashtu, ai di çdo gjë. Unë gocave e tani do e marrin vesh. Po, le ta marrim vesh. Do e marrin vesh se tani janë rritur edhe I kam me dashuri, janë shumë të mira, nuk di çfarë. Faleminderit Zotit. Edhe
e kemi kur ishin të vogla, unë i thoj, unë do bërtas, unë do të izboloj çdo gjë, po unë do të tregoj ty, ti do bësh sikur s'din gjë. Po. Ai për gocat nuk din asgjë. Unë i them, po me ditë babi juve do t'ju mësi, moj, do t'ju Eto, ato e kanë kuptuar me kolojën tuaj, po. Jo, Ma kanë frikë. tani ndoshta edhe po. Po, ta them nga një vit. E di çfarë po thanë? Më thanë që të ndihmojnë në punë të shtëpisë, Shumë. të ndihmojnë të pastrosh, Shumë, të bësh. gatuajnë çdo gjë. Më thonë, për ça i mërzitur thash Stacit në jenë nga mami për shkak që të kam qafë. Tha. Po për shkak tha, unë i them që para një muaji që filan ditë do të dalë. Po. Ti marr leje, do thonë të dalë, po më thot. Kur vjen momenti, aty unë filloj bëhem gati 5 minuta para se të dalë, thotë, "Çfarë ku të shkosh ti?" Po do dalë, se të thash. Po jo, po ti s'kam thënë, jo po kështu, po ashtu. Edhe babi thotë, "Jo, s'di gjë, s'ka thënë." Pa ti e polici keq, se ti e polici mirë. Këtë loj. Po mirë, tani kur iku në Itali, i ke ti. 2006 nga hik, 2007 nga më shkona. Vajtë edhe ti. Aty vure momenti që deshe Vure men, ma si viti kur lindi tham. Prej tani, a vash, me rrallë gjërat, në 2007 vajtë në Itali. Ti ishe me prindrit e tu? Po, unë isha te babi, mami dhe. Po, kur vajte ti, si u sistemohet, në të bashkë apo vajte kollovar? Kene të 3 muaj të daja kësa, kishë shpit madhe. Dhe të ti tek daja, apo të dy bashkë? Bashkë. Po, okej. Na, po marrë mi shpi, se ishte probleme marrë shpi me letra, Po. me qera. Gjithmonë atje në zonë e Modena, në zonë e Sassuolo. Atu mrapa, motra kësaj do t'i bojtë dokumentet ishtë burit, e ju dojtë e shpia, vetëm shpia, se dokumentet gjaj burrin e kishë këto. Tha, shpin pa e marrë unë, ti hu vetëm dokumentet fjallë, emrin tatë. Po gujshim shpinë, mrapa nga tu, kene majtë shpinë. Okej, si që kemi bërë të gjitha, unë kam i urë se s'kishim dokumenta, e në një moj me dokumenta kunata. Në 97 kam i kur unë, kemi marrë përveç shpis tonë me qira, morëm edhe një shpi tjetër me qira në emër tonë për kunatën. Po, sa i dojtë residence për burrin, për të bërë dokumentet, ishin gjona. Po, ndërkohë kur vajtet në Itali, kishe vumenti, apo prapë halakat? Jo krejt. Ishte pak që si hutu. Po, në qëlloj, me kë hutove më gjithë? U hutante, nuk e di çka. Kishe me hik në Greqiu. Kishe ngel ullit atje varë, kishe ngel varë. Pavelur. Tha se mos u hutove edhe në Itali, apo jo? Mo në Itali s'kishte ulli. S'kishte ulli. Jo, ty kene s'ka ulli, du ta kisha që në zonën e Puljes anë i poshtë. Po pastaj u ftillove në pak? Po, Po, kur u sistemove fix fare? U pjek, pastaj fix fare, kur ka lind Stesi. Po, ajo të bëri ty më ta ndoj. Ato mrapa. S'ka më ulli, tha. E lash detin mrapa. Po. Bravo. E lash detin. Çfarë keni ndjer të dy kur ka lindur fëmia e parë? Unë për vete kam ndjer shumë, se isha edhe me madhja në shtëpitime nga motrat e mia dhe vllai. Isha mësuar të rrisja, isha gati me bë familjen, tris fëmijën tim. Edhe kam ndjer shumë. Sa vjeç ishe kur lindi? 23. 22 isha. Goxha. 22, bëra 23 dhe lindi Stesi. E donit fort që të bënit një fëmijë apo si ti e doja apo kishe mendje ke ullit? Doja. Kishe nda menin do të nga bolli. E deshet që të bënit një fëmijë. Dhe bët Stesi. Lindje normale apo me normale? Stesi normale. Kam vujt pak. Kam vujt pak sepse 6 orë dhimbje. Po, travaglio. Travaglio edhe Stesi ishte me zemrën ato rrahjet e zemrës i kishte shumë të avashta. Edhe të avashta në nuk duronte që të priste që të linde vet. Pastaj doktori ndërhyri. Edhe ishte pak e vështirë, po kaloj. Ndërsa Elenin edhe Beatrice nuk kemi bërë cesariane. Me qefje, me valiqe, lyme, shkru. Me Stesin boj, isha gati. Pastaj më shkote rimeli kështu. E në do kavëm pak, sa ti do rejtë, infermiere në neta, vrat. Jo, kote ka pa kota të. Kote ka karam qaf kota. Karam qaf kota, po vrejshë infermiere, po shikoj që. Tre ishë më, dhe shë sytë për e, nuk po, për atë pone janë.
Jo, Infermiera thotë rri këtu, rri këtu, ku më thotë Nuk të besoj. Jo. E ashtë në qafë kote për nëjë. Eshte... Pasi kishe lindur, sa po kishe lindur? Ishe me ato dhimbjet. Po. Në momentin e travaljës. Ndoshe kishe që nga dhimbjet ti tani. Unë po vuj këtu, po se ky grifet këtu muna me infermierë të bë muhabet. Edhe më kapi e nervim kot. Po se kishe pa jo. Se kishe pa në gjë kishe nxirr jashtë pastaj. Se kishe pa mos të isim. Kishe arrus të isim pastaj. Kishe, hajde këtu tani. Sus, kërështë këtja s'ka. Çfarë ke ndjerë kur ke parë që ka lindur? Era parë, momenti parë, më kujtohet si sot, thash dola te dritarja spitalit, ishte mëngjes, thonë kam lind Stesin në 2 natës. Pastaj me orë që pastrimet e fëmia që bëjnë, shkoj vonë, futën në dhomë, më zgjumi direkt pastaj me gocën. Shqyr shkoj çdo gjë mirë, edhe Stesin më lan aty. Edhe unë kur jam zgjuar mëngjes, mora Stesin kështu ishte mëngjes, ishte ora 6. Unë grejta avash, shkova te dritarja. O zot, faleminderit. Kjo është e imja. Këtë e kam bë unë. Mu dukte i gjo aq mrekullueshme. I prana jote. Gjë e imja, mu dukte jam kaq. Jo, vetëm i kësaj. Ti hiç. Ndoshta edhe ai, nuk e di, nuk them, unë thash për. Ke pa ka dalë kënd dritar. Ti e mundu të thonë impenjimi i këtij edhe jemi të bashkë, 1 minutë? 30 sekonda, kurse 9 muaj. 9 muaj plus ato 6 orë travagje të bërtit. Po themi atë që është. Edhe është mrekullim e vërtetë. Faleminderit Zotit që i kemi, edhe Zoti jepja kujt të doj zemra. Kur lindi ta vunin kjo? Po. Ma tregoj që ka të ndjesi. Atë ndjesinë është proprio mrekulli, ti s'kupton atë gjë, nuk e di, thuaj jam unë, është moment, është më të vërtet. Nuk e imagjinoj si moment ëndre. Pastaj avash e kuptoj, është e imja, proprio e kam bëhun këtë, është e imja. Po ti kur e pe për herë të parë? Goco, ti ishe prezent aty kur lindi? Ishe prezent. Po, ishte. E pe do thon vojtit e kësaj edhe do thon kur lindi do. Kur doli jam do ishe jashtë mbrapa më thirrën. Si sa doli ti dera pastaj. Po, sa dola. Ti nuk e pe kur lindi, do. Ja, me atë moment ja se zora kishte dhimbje doli jashtë. Po. Se më thanë dil jashtë. Kur lindi se do ishin emrin mbrapa kishte thirrën, po ç'është. Po. Edhe kur e pe për herë të parë çfarë ndjeve? Su sa parë gjë, se çon në kupëtor atë se kishte zemër të rrafë peshi shkon nga larg pak, shku më të afër, më se ishte mbyllme. Ai ishte i kënaqur, ishte i lumtur. E ndje vetëm prind, e ndje vetëm baba. Po kur lindi Eleni? Me Elenin kam bërë cesariane, isha si përgjumësh. E kuptoj edhe momentin e Elenit shumë, po momenti i Elenit ishte edhe shumë i bukur sepse unë kishin thënë që është djalë. Pse s'kishit bërë ekografi? Pastaj nuk u pa, nuk u shikonte, nuk arrinin ta kuptonin mirë. Thoshin, na thanë kur isha një 4 muaj e gjys, shtatzan, që është çonca, djalë. Edhe në elam, po nuk e di, më sikur një gjotë të zema, të drejtën, nuk. E pastaj kur ke një fëmijë vajzë edhe di se çfarë është, ty s'intereson se çfarë është fëmia tjetër, djalë apo vajzë. Ndoshta çik këtu në Shqipëri kanë akoma atë mentalitetin e djalit, po unë nuk pranoj asnjëri të më thotë dikush. Janë njësoj. Edhe kishim vendosur që nëse t'ishte gocë, do e vendosnim Eleni, se ky donte qysh me Stesin. Qysh me Stesin. Po. Po të pëlqente ky emri Elena, në grek. Unë kam vënë emrin kocës Elena, ha? Elena. Po. Jo, për Eleni. Po, një tjetër është. Kja thotë dhe vemi Stesi. Që u kush se ti? E zori kokën. Beatrice vogël. U fik, ha? Zemra vogël. U fik telefoni. Dhe edhe ishte mrekulli edhe aty, dhe i thash në italisht cos'è maschio o femmina? Tha femina. Po i mzuri gjumi aty. Doli jashtë, ishte në korridor. Ata thirrin bjerën Zylfo, po. Emrin më thamuna. Po ç'është tash përpara? Si ç'është? Nuk e di tha ç'është. Jo thash. Ja shpjegova. Është goca, thash Eleni. Se s'di as doktoresha tos.
Çfarë ndjenje ke patur kur ka lindur e dyta? Ishte ngjashme me të parën apo ishte mësuar tani e kishe marrë? Jo, ishte, si thanë, mësu ishte, prapë gëzim kishe, nuk ishte su e vrava zëm zemër se doli vaj, se më thanë çun se ma shumë i kom qenë me Stacyn për çun. I thoshe kësaj jetë kanë rrejt. As çun. Si fëmia e parë, e ke sa lind apo na ka lind në e treta, hiç pa problem. As Stacy nuk e dini që ishte Jo, me Stacyn po. E di që ishte i meni ime, thotë kanë rrejt, nuk din gjë do të. Stacyn jemi zënë sepse më i thanë është gocë. Po jo se kanë pa mirë thotë. I theu zoom sepse se për no të gjë jo, ky bënte edhe për shakat të drejtën. Se tani ja shita bojën, po tani po Beatrice Po Beatrice? Beatrice erdhi surprizë, jona. Ishte gjë shumë e bukur. Edhe pse në moment kur e marrën vesh ishte si bombë, si ishte 3 fëmijë. Po. Stacey ishte 12 vjeç, Eleni ishte 10. Ja, 10 vjet diferencë. Me Elenin edhe na erdhi pshon. Mujt e parë ishte pak sa vështirë këto. 3 fëmijë nuk janë pak. Shpenzimet po më shumë se shpenzimet është ti do t'i përkushtohesh fëmijës. Po mendoja do t'i jap kokë edhe një fëmijë tjetër. Edukimin e tyre kush merret? Ti besoj më. Unë merrem. Po. Gjuhën shqipe, se të nga lidhur në Itali. Gjuhën shqipe nga kush e kanë? Nga unë më shumë, sepse është më shumë punë. Po, ti ke ndjetur te koka duke mësuar shqipen. Po. Si e ke bërë që ata ta mësojnë shqipen edhe ta flasin shqipen mirë? Unë e bëra intervistat me to i bërë në italisht sepse duan që të shohin në publik italian. Por thon mirë, po mirë. Jo, mirë e flasin. Unë kam fëmijë më kanë lidhur të dy atje. Gocat e tu e flasin si goca ime, si Elena. Gjergji, që kam më të voglin, ai e flet keq fare shqipen. Po të jemi impenjuar shumë që ta mësoj, jemi impenjuar shumë, por Elena që ka qenë e para ishte më kollaj që ta mësoj. Janë kohët ndryshme, varet se kanë Jo, sepse flinin të dy bashk, pastaj flisnin italisht. Italisht. Po, në fakt, vajzat besoj flasin italisht me. Po, italisht. Ana Eleni, italisht, ana Eleni bëj çik vështirësi, ma fol. Po në Shqip. Bllokohet pak, Stacey ma hap. Po vitin jetojnë këtu për shembull e praktikojnë më mirë. Po aty është normale se me shoqërinë me shkollën nuk është e lehtë edhe për ato tani. Në shtëpi ka fjalë italisht edhe ti fol shqipe ta kthej italisht në Beatrice, unë fol shqip e kupton. Ti i bjer ta bi. Po. Ta kthej italisht. Po sigurisht. Ta kupto. Nëse kur vin këtu, do sa më shumë që të rinë këtu aq më tepër. Aq më tepër mësojnë edhe po. Do ashtu e permisojnë më mirë. Kan pak për cilën atë nuk ju pyes se për cilën doni më shumë se do gjitha njësoj, nuk është pyetje idiote kjo. Po cilën keni si më të përkëdhelurën kështu? E vogla, të voskla, atë e mbani çik si më. Unë jo them drejtën. Ti njësoj nuk i përkëdhel fare, ti e kështu xhelat për të tretë. Jo, i përkëdhel të tre një lloj. Ndoshta nuk e di. Unë për vetë. Jo, si nuk i duan në dy të ndajet. Sigurisht. Po, bena ka ma, si thon, ma vogla, ma dashme, vje kështu, është shumë ma lidhë më mua, beja. Cile i ka qenë momenti më i vështirë i jetës tuaj si çift, kur ke menduar ndonjëherë që mund të mori fund i gjëja? Po, për mua shumë herë. Kur ke menduar vërtet keq fare dhe si e ndjer? Kanë qenë shumë raste, se ta thash, po unë i vuja vetë gjithmonë, se ky ishte atje dhe nuk merrte në telefon edhe nuk ishte debate, muhabete me ne këtej. U merrnim ne vetë me njëri tjetrin kot me vjerën, unë me babin, me mamin. Pra ishte ajo periudha kur ishte në Greqi, në Rushë dhe ti ishe me vjerën edhe me vjerën atje. Edhe thësha ta lej, mos ta lej. Ndave mendin do ta lej dhe keni të lej. Pastaj në 2006 ishte ngusht 2006 vendose thash babit, okay, do të vi ball. Pastaj desh zoti mori, nuk e di si mori, nuk e di si u zgjua dhe Rushë. Tha, unë habita, kush është në telefon? Snifë. Snifë sal. Në Itali ç'po bën? Unë fabrik plakësh. Prodhoni plaka për dysheme dhe për morë. Për çdo gjë. Besoj se është fabrikë cilësore mirë. Bona 10 vite to. Po mboja 7 vjet. Si puna? Ja, mirë është.
7 vjet në ndërtim në Itali. Pastaj në fabrikë. Me ndërtime e me kamione më shumë, me skavatore, kam po kështu kundryshme. Cila ka qenë puna më e vështirë që ke bërë? Ndërtimi, gjithmonë si ta thash në përpara, ndërtimi është i lodhur. Sa orë në ditë punoje? Ke qenë me dokumenta në të zeza? Atje kam thënë drejtë në Itali jam lodh shumë në ndërtim, se ishin të jugut, Napoli fjalë. Italianë fjalë se po gushin pak e dushin orë shumë. Po nuk keni ndëtur në Napoli, keni qenë Jo, gjithmonë pa këtë, por ishin në napolitanë ata punë. punë. Po, vetë janë. Po është. Ai kena punu 6 orë ndaj ipte. Si 6 euro ora Po. paguante, po. Sa orë në ditë punoje? Do bësh në 10, shkosh për dielët, bësh orë, ta kesh të merresh 1200 1300 euro muajt, do bësh 200 orë të merresh 1200 euro muajt. Po, në të zezë paguante apo ishin me dokumente? Në zezë ishte. Unë në 2010 kam punuar në zezë, në 2010 e mbora dokumentet. Sa vite i bie domethënë që ke punuar në të zezë atje? 3 vite. 3 vite. Ditë, natë, shtonë, dielë, Po edhe natën shkonte. Shkosh se përshim te Ferrari, te fabrika Ferrarit, ku prodhoi për Ferrari. Sa kemi të ofër. Ky kishte marrë punën atje, ne do të punojmë me skavatorë, do thyçëm, do bë blinda. Ne do punojmë natën. Noi ishim me zajmë, filloshim nga ora 6 e darkës, si ishim punëtorë këtë, 12 natës në 2. Fleshja 4-5 orë, ka ora 6 shkosh prapë në kantiera të tjera. Sepse ti punoj në disa punë, jo për të mbajtur Për familjen. të bërë orë, për të marrë lekën sa që ata ishin. Po. Sa më orë bësh? Po ti Valbon? Unë nuk punoja se ishin gocat e vogla, se shpejt erdhi edhe Eleni pastaj. Mistisi ishte 1 vjeç e gjys, unë ngjela shtatzan me Elenin. Dhe rrihet të mbanit familjen me një rrogë me Sa me sakrificë. Me sakrifica, po ja dilni. Zbojshim një jetë luksi, thjesht si jetoshim, vjetoshim. Po. Margimi është e vështirë. Është vështirë. Ma po bona dokumentet, në rrobë punë, e to kap me çik veten, a kështu. Tek kjo fabrika e Jo, në ndërtim tjetër. Ndërtim tjetër, Një po. tjetër ishte e venit, i Venelisi kishte punojsh me rregulla, çdo gjë kishte. Paguanin më mirë ato. Po. Meshë afër 2000 euro muaj. Arritet ta stabilizoj pak ekonominë dhe Meshë dopin e orë të bëjshim më pak, 8 orë rashin. Ka patur një moment që ke ndjerë veten të lodhur, shpirtërisht të demoralizuar? Jo, se unë fakti isha rritur kështu i lodhur, kam punuar qysh i zvogël, në shtëpi time këtu, pashti në Greqi. Sa kisha problem në lodhje. Ana sot, si jam 47 vjeç. Shtëpinë time më thoshë kam bë vetë nusi e di, valin fjalë e di. Sa jam lodh. Në natën se bëjnë turnë te fabrika, u ngreshë, mjes, shkojë poshtë, thyeshë martel që ishte për të thyr. Bojë gati. Po. Gjysmë më shpejt se kam bë vetë. Kemë blerë një shtëpi tani. Ta gëzoni. Madhe. Ta gëzoni. Edhe punon shumë. Mund të sakrifica. Se ke po halal të gjitha të budalli që ka bërë që njëri. Po, me ko ja kam bërë. Me ko. Pa nga njëri janë djeri që kështë sa për kujtë. Tash për sa për kujtë. Mile e derdhme. Femra të kam femra. Beatrice, do vishë jetë? Puoi venire qua? Hajde pak te mamma. Dai, vieni. Hajde. Vieni. Hajde mamma telefono. Dai, amore. Hajde. Da suco? Vuoi stare qua con me? Te la posta? Do marrë të babi? Te babi te mami? Babi fitoj babi. Mere ule aty, Okej. 3 me ty, se s'na prish punë. Okej, ule aty. Te babi shkove, Te babi shkon, sto. Ja dhe zoku i vogël që erdhi këtu tani, Beatrice. Ja, pi pak. Da këto më shërin. Do pishte shëringa? Okej. Po ti, çfarë pune ke bërë? Kur ke filluar të punosh? Unë kam filluar, kur ishte Eleni 3 vjeçe, fillova me një fabrikë pllakash e vonë, ishte shumë e vështirë, punova gati 1 vit, po aty e lash pastaj. Sepse sa rri do. Nuk e rrije dot me gocat shkollën, që do i çoja, i çonte mami im, do i merrte, ishte shumë impenjative. Pastaj direkt sa lash punën aty, fillova tek ishte një zonjë që punonte në pazar, merkato që thonë, kishte bankën e vet ajo me treg, rroba. Edhe shitja rroba me ato, shkoja domethënë në Bologna, Modena, në gjithë vendet aty afër. Të kanë ndihmuar prindrit aty, kishit afër prindrit aty? Po, i kisha, me vajzat kanë ndihmuar shumë mami. Me 12, se me Beatricën kemi arrita
Ta menaxhojmë vetë me vajzat e mëdha. Ndojtë në pres. Në Shqipëri. Në Shqipëri, po, në Shqipëri. Fëmijët s'kan asnjë. Po më te çfarë familje kësaj është për familja jote, domethënë. Është gjë e bukur kjo. Po, shqyr zotit. E ke luajtur këngën dhe Baxhenako. Po, shqyr zotit janë. Ti do i gotëra kemi Baxhenako. Dhe zoti janë shumë të mirë edhe ato edhe shkojnë shumë mirë shqyr zotit. Po tani me çfarë merresh pas tregut? Tani shqyr kam punën time edhe unë arrita të bëj pak atë në ëndrrën time, bëj estetiste, bëj thoj. Merrem vetëm me thoj. Mirë, ke mësuar të profesionin tjetër. Kam klientelën time, kam punën time edhe jam. Ke hapur ndonjë kështu qendër ku bën Kam hapur të shtëpi, dyqan të shtëpi, po jo kështu, janë rregull apo? Okej, shumë bukur. Sa rregull të tjetër, mësi. Ti imagjinoj. Ndjehesh më edhe më pavarur, do të thënë, si thua. Ndjem se më bëhet qef më shumë të rroga, domethënë, se them drejtën unë me pronarët e në Itali më gjen shumë mirë, edhe me këtë zonjën që kam punuar 12 vite në treg. Unë jam gjen shumë mirë, më kanë trajtuar shumë mirë, nuk kam pas asnjë problem. Po sado te rroga ku ke punën tate është po sigurisht. Është satisfaksione më arrin të bësh çik shefën më shumë vetes edhe fëmijëve. Shpenzon? Jam i çik. Shkret. Jam i çik. Jam i çik. Ti kërkon ty lekët apo ke lekë? Ka kartën. Se një llogari keni besoj sigurisht. Po, ne llogari kemi. Nuk keni si italianë që secili llogari të fshë njëri tjetrin. Jo, ne kemi tradita shqiptare. Po. Me kush shpenzon më tepër, ti apo? Unë në kush shpenzon? Shkret. Ndihet në faj akoma, nuk shpenzon vetëm ta. Po më se jam akoma me operacionin, nuk jam njallë kritur, no? Ai shkreti. Po çfarë të pëlqen më tepër të blesh? Shopping. Rrobat, veshje. Të pëlqen ta mbash veten në formë. Po, shumë. Tani më tërgo pak për sa i përket asaj që do ndodhi me trupin tënd pasi lindje fëmijët, sepse Stacy më tha që ka qenë edhe faji im. Faji jote thosh. Ka gjë më të bukur se sa. Jo. Barku të prish atëherë. Po, si isha shumë e dobët, isha e re dhe lëkura ime nuk është elastike. Po. Është shumë e thatë si lëkur. Kështu që edhe pa kujdesia pak kur isha e re, nuk i hedhja krem në gjona. Kur më kujtu mu, pastaj kishte ikë muhabeti. Nuk zgjidhen gjë kremrat më besoj. Po si ja thash atë ndim, domethënë ndoshta nuk do zgjidh asgjë, po unë nuk ja kam dhënë atë ndim. Kur më kujtua mua se kur ma than se duhet kishte ikë muhabet. Po nuk në moment aty kur lindi Stacy kështu nuk është se e mendoja shumë. Them drejtën. Pastaj me kalimin e kohës me kalimin e kohës do zgjedhësh që të vej mami Beatrice. Po thoje? Edhe me kalimin e kohës pastaj fillova të ndjemi çik keq. Sepse kur shkoja në plazh, e kam pas shumë keq. Mbaj kështu trupore? Jo, unë me thënë drejtën i vendosja me ato me fasho. Po? Bikinit me fasho. Po? Që mos të dukej pjesa ku kishte rënë lëkura. Po? Se unë nuk isha shumë më shëndosh. Vetëm atë pjesën ishte krejt smaljature, stria. Po stria. Të prishur këtë ran. Ajo poshta e lëkura shumë. Edhe nëse kemi foto të zja trajkojmë. Do t'i shohim ato fotot e tua. Sa ka kaluar nga operacioni? Të hënë kam bërë një javë, sot është e mërkur? Një javë, po. 7 ditë, 8 ditë. Po, 8 ditë nga operacioni i barkut. Edhe jam. Okej. Të pëlqen e shef veten në pasqyrë? Po të bëhet edhe më e bukur. Mos më halim sysh. Sa kohë kishe që e mendoje këtë gjë? Shumë herë kam menduar. Po. Shumë. Edhe ishte sa të mbaroja me shtëpinë ose kështu, do të bëja barkun. Po ja, burri vendosi të skerti. Ti ke menduar nëna, do të nëna mendon fëmijën, nëna mendon shtëpinë, nëna mendon familjen dhe veten e saj le për të fundit fare. Po, e vërtet. Edhe pse dukemi kështu si shpenzojmë, po. Gjë e bukur kjo sepse nëna është nën, nuk ka si nëna. Nuk ka si nëna. Ishte ndra jote? Po, ishte ndra ime. Edhe kum kam bërë gocat pyetje, ato erdhen si me shaka kështu, po më prekën mundsa atë ku ishte si çdo femra këto. Edhe unë e kam pasi çike, kam atë estetikën, më pëlqen ta mbaj veten, domethënë
aq sa ka mundësi, brenda mundësive. Edhe nuk jam kundër estetikës e kirurgjive. Nuk kam shef t'i bëj. Ti provove të bësh ndonjë dietë ndonjë që mos përmirësoj situata? Po, kam provuar. Dhe ke patur rezultate? Jo. Ajo është alkur e vdekur. Edhe kur kam shku kek instruktore për palestër, ka thonë ti mund bësh çdo gjë, se është trupi jot është shumë motivues. Ato që ti jep ai të respekton. Po barku nuk të ndryshon, nuk mund të mbaj përgjegjësi të them që ty barku do të rregullohet, nuk rregullohet. Sepse është një lëkurë e vdekur që nuk ka, vetëm operacioni do ta ishte. Po. Edhe hoqë me. Edhe hoqa. Si vajte operacioni? Super, unë faleminderit Zotit, nuk e di, faleminderit Zotit për besimit tim, edhe juve ka shkuar çdo gjë mirë, nuk e kam menduar se do shkonte kaq mirë. Kishe frikë? Shumë frikë. Po them drejtën, nga dita që jam nis atje kam pas shumë frikë. Thosha, bile si thosha, a do mërzitesh me mua pos hyra në salë të operacionit? Se mendoj që të mos futesh e të ligjesh nga. Po. Kisha frikë. Nga se kishe frikë? Nuk e di, nga gjithë anestezia, mu dukte shumë operacioni vështirë. Po. Me mendimet e mia, edhe pse kam bërë dy cezarianet. Po kjo, nuk e di, mu dukte ndoshta po bëj një ndërhyrje, po. Ndërhyrje, ose nuk do më dalë rezultati që do vuj, do lej fëmijët mas dore një javë, 2 javë, një muaj, nuk e di sa do zgjasë, sepse ishte mendimi, okay, doktori më ka thonë se 2 javë ti do marrësh veten, mas 3 javësh ti do fillosh punë. Unë nuk kisha besim. Them drejtë. Rrejmë të atoshi ti. Nuk e di, thosha nuk e di, nuk kisha besim. Se të duke diçka ndoshta trupi, ndoshta mund të ketë, edhe gra që kanë rekuperuar vetëm mas 2 javësh, po thosha nuk do jem unë ajo. Po ja sot, unë jam vërtet ajo edhe. Kishe më tepër frikë nga dhimbjet, nga rezultat jo. Jo, nga dhimbjet jo, se e dija pak a shumë cezariane, thosha ato do jenë. Dhe si ishin dhimbjet? Ashtu. Pak a shumë se cezariane. Ato, nuk kanë. Biles mendoj se edhe më pak. Sepse kur je cezariane ti ke të barkun, dhe në barku e ndje shumë, tani vetëm dhimbjen aty nuk. Po, sepse ne heqim vetëm lëkurë, ta shpjegoj. Po. Kurse cesariani pret edhe muskujt, pret edhe mitrën, nxjerr fëmijë, shepet mitra, shepen muskujt, shepet edhe lëkura. Janë 3 shtresa. Kurse ne kemi vetëm një shtres, nuk kemi punë as me muskujt. Po, prandaj them nuk jam okay, nuk e kam imagjinu kaq mirë. Them drejtën. A tani në verë do të shkosh këtu me bikini për bukuri. Do të jesi kthizën jashtë? Po, tani ne si po pret me. Edhe kushërimet e mia, inshallah se nuk e nxjerrët bark jashtë, se kam për të. Po këtu gjeni para pasqyrës me xhel, këto rregull flokët. Andrigoj çik dhe mbjellin e flokëve tu tani, si va. Isha babit çik atë bia, isha kapuçin babit. Iqe kapuçin babit. Iqe kapuçin babit. Opa. Iqe. Opa, ja flokët. Sa ka kaluar që ke mbjell flokët? Edhe unë kom po 2 seanca. Po. Seance 2, në fjalë fundit. Para 2 vitesh? Para 2 vitesh. Po. 2002 më kom po seancën e parë. Kush të mbushim mendje që ti 2002, falë, 2022. Në Ndorë, në 2023 seancën e. Kush të mbushim mendje që ti bëj flokët? Apo kishe dëshirën tënde vetë, ishte një. Mendjen në fjalën jo se ma mushi kush, unë po shih që në dilç këtu në telefonat, përpara nuk ikën pas fakte, janë se po miellen flokët, okay pashë. E shih që dilçën ato më flok thashë në vërtetë, i thoshin nuk se sa janë të vërtetë, pasi. Vërtet ato? A vi veni i bëjnë vend paruka Jonas, nuk më besonte. Ato tu morëm i guxim në Turqi, në telefon. Çum foto Jonas, bon ata vetë po bëhen thon. Po do bësh me 2 seanca, më thanë, më që ke shumë. Ma thanë ata 2 seanca. Shihsi janë prapë kisha frikë. Hajde po shkoj te mbrapa, do dalë rezultati, as do dalja, çfarë do bëhen, çfarë do bëhen. E kisha fiksim. Mbrapa, kisha se në kurs i kam prej flok tullaci thonë fjalë. Ana ku më keni vogël. Prindit kurs mi kanë prej flok tullaci. Po. Pas flok gjithmonë gjata, me xhel, punë të rregullu. Ma përfundim, mbrapa të ndosht kanë shkruajt gocat, kanë shkruajt. Po, kanë shkruajt. Unë sa kam ditë u marr thonë, ma kanë bërë surprizë. Se kom pas në ditë lindje.
Atë ndrën të dhe për surprizë gocat. Shikon të gjitha ndeshjet. Sot që ka marrë guxime të marrë telefon, më të çu, më shkruaj me ato. Po, ke shkruar në Instagram. Instagram, po. Po, në Instagram. Ne kam bërë shumë mirë edhe më bëhet qefi që i Ka kënaqur. një rezultat shumë. Unë për veten time jam i kënaqur. Ne po shikohet rezultat. Para posturës me gel, me gjëra kështu, me fond. Janë të herë shkoj duhet qef, janë 3 herë duhet qef, Tamam. Më bëhet qefi që i kënaqur. Po kush nga ju e ka vojtur më tepër rekuperimin pas operacionit? Kush nga ju është më çik më tepër kështu? Ja unë jam i fort. Ti dhe bëre tak të bëj seancës pa Jam i problem. dhurueshëm. Sa ka dalë nga operacioni ne kemi fletat natë këtu, pastaj nesër të kemi hekë të shtëpia, kemi takuar Jo, mamin. gjelpon dhe makinë. Rodina, se Rodina mi ka bo, të 2 seancët. Atë ndaloj thotë më, të bëjë ata në anestezinë. Po, vazhdo thoshë. Ishin çiktë. Bezdi 10 dhinë. Bezdi kur hedhë po. Se ka bo shumë, vazhdo thoshë. Atë ndaloj, jo, po vazhdo. Ka vazhdo, vjen pa problem. Sa je pacient si parë si ke kaq guxime si pandales. Të keqe se vogël. Kurse ti ke qenë ajo që më tepër ankosh më tepër. Than gocat e tua, tu e sinë keni kujdes sa më. Po remarsh edhe flejtë dhe marr. Vjen me këtë durezën edhe. Ka ta 2 ditë më ishte aty se normal se kisha frikë se edhe mos çaja pehet, se jo vetëm dhimbja. Mirë jam tani, s'kam kërku ka 3 ditë se s'kam kërkuar si gjë, gjitha veti kam bë. Pa, shikoj. Rrior tani, mora vesh. Kucët, kush ti vesh kucët? Po të bëj kot. Ha pra, kush ti vesh kpucët thuaj? Po do i vesh bëj kot edhe. A bën kot ti, domethënë që të ulet kytë të shërbej. A morë vesh më ç'a bën? Po tani kush më veshi? Atje kur zbritëm poshtë, mi veshe I këtje. bën Tu kastil. kush i veshi kur ndrova? Stesi. Mos re, i vesha vetë. E bën kastile më që t'ja vesh është ti, mos e ka qef që Tulëm gjonja, jo. Edhe natën çoj kot. Ska gjë më të bukur se sa familja, kur shoh kështu të lidhur me ato vajzat tuaja që Beatricën që mbani kështu në prerë, zemra vogël, ska gjë më të bukur. Beatrice. Okej. Jemi ardhur në fund të kësaj puntate edhe unë do t'ju falenderoj shumë që keni ardhur, që keni zgjedhur Ketin për të bërë ndëshhyrjes tuaja. Ti po më thoshe që edhe për gjoksin. Qa ka gjoksi? Do që ti vazhdoj protezë? Po, ju më të voglën, jo se është e madhe. Po marë si shembull. Ti vjen tani me tani ti vjen tani. Atëherë merr këto 2 protezat, vendosi këtu brenda e shikoj si të duket. Jepi ai çik zemra. Bjerë këtu Beatrice. Merr Do ta sjellë papi. Foti brenda. Jo, foti brenda, kështu vendosi kështu. Futim xhep. Futi nga sipër ose si të kesh po. Ashtu. Më duket do zjedh dhe këtë shtoti. Qa doktor? Është ajo që është madhësia që Më të të dëshiroj. voglen. Më të voglen. Pa, ose pastaj shumë pish. Mirë, shëro nga barku një herë. Edhe do ta fillojmë bëj. këti pastaj. Do ta bëjmë edhe gjoksin. Do bëjmë me gë apo jo? Është momenti që të mendoj edhe për veten e vet një në pasi ka lindur fëmijët, e meriton. Kjo. Këtë? O këtë? Jemi dy sa jo. Jo, kjo është më bukur. Mirë, atëherë do t'ju falenderoj jashtëmase që erdhët, t'ju falenderoj edhe për Stacyn edhe Elenin që erdhën këtu. Ju falenderoj që keni zgjedhur Kate, ju falenderoj që më erdhët këtu në Kate Cast dhe më mbushët edhe të gjithëve neve ditën sot me një edhe ne falenderojmë me një shumë. ndjenjë shumë pozitive. Edhe nuk e kam menduar që do të tregoj historinë time të dashurisë me dikë, jo sepse e kam treguar me njerëzit e mi të afër, po me dikë që të respektoj shumë, po edhe që do e marrin vesh shumë njerëz të tjerë. Le të jetë mësim për të tjerët, për çiftet e rinj, të cilët dorëzohen. Shiko, dashuria është ndjenja më e bukur për qenien njerëzore, po jo vetëm për qenien njerëzore, por edhe për kafshët. Po. Po flasim ne që jemi njerëz. Dhe është ajo ndjenjë për të cilën ja vlen të luftosh. Për dashurinë. Ja vlen të falësh, ja vlen të sakrifikosh
Shumë. Ja vlen të vuash Po sot nuk ka. edhe ta përjetosh. Sot ta të rit nuk durojnë. E di që të rinjt sot nuk Me durojnë dy dhe mesazhe xha u shkatru. një pyetje, çfarë këshillë do të jepi fëmijëve tu të rinjve të sotëm për sa i përket lidhjes dashurore midis çifteve. Çfarë këshillë do të jepi? Na dhe I flasim gjithmonë, do të jenë shumë durueshëm e shumë vendosur. Po ti, Val? Që mos të ndalojnë të luftojnë për ato që dashurojnë. Sepse dashuria e madhe njëherë vjen. Edhe mos e lësho shpejt. Lufto, puno, jep dashuri, dashuro, edhe pse nuk ta jep, ndoshta të duket edhe ty. Se edhe ndoshta nuk është se nuk më donte. Po ishte jeta e tillë. Po e shef tani, unë kam fituar. Ja ka vlejt. Ja ka vlejt Barra Gjeran. Ja ka vlejt Barra Gjeran. U pjek rushi. Edhe u pjek rushi. Atë 2 vjet me vjerën, pa ata të kanë dashur të kanë përsetur shumë. Jo, kanë mbajtur. Kishin bë këtë harram. Okej. Shumë faleminderit edhe një herë, me kaq po mbyllim këtë Kate Castin ton dhe çdo puntat që kalon që regjistrojmë ndjehem më mirë, ja kam marrë dorë, jam bërë jo vetëm mjek, por edhe gazetar, psikolog, ku do më thajë të thash. Je numër 1. Jo përqafoj fort. Edhe suksese për çdo për çdo gjë. Shumë faleminderit. Ke bërë çdo gjë mrekulli. Ti keni me jetë fëmijët. Bashkë me ty të zot. Faleminderit shumë.